Shiu e bore pas ditës së djeshme bëri që lumi Sitnica të dal nga shtrati e të rrezikoj jetën e 10 banorëve në lagjen Dy Korriku në Mitrovic. Mbi 15 zjarfikës nuk u ndalën në 24 orët e fundit, teksa evakuan mbi 10 familje në këtë lagje, e cila deri në orët e mëngjesit u përmbët nga vërshimet. Prej herët, prej 15 gjys. Prej 15 gjys, ku keni shëndru prej asaj kohë? Që aty veç s'ka e që më ka se rogë shumë ujë. Ma në s'kajt, në ato ndesa erdhe atë. Që në lagjen Aliu në Këshiq. Zëvendës komandanti i brigadës së zjarfiksve në Mitrovic, që në mëngjes po udhëhiqte të gjithë aksionin e shpëtimit të qytetarëve që kishin mbetur brenda shtëpive në këtë lagje, po pranonte në të njëjtën kohë edhe kërkesat për evakuim nga lagjet e tjera, që po ashtu ishin përmbytur. 24 orë pa ndërprer, jenë për intervenime, jo nuk kem pas probleme, për arsye se jenë angazhuar gjithë brigadan, jemi me detyra çdo njëri. Sa që jemi duke mbajtur edhe spitalin, qendrën spitalore në Mitrovic me furnizim me ujë. Një ashtu edhe qytetarët jemi të i dalë ndihmë, të ju furnizu me ujë për arsye se është mungesa e ujit. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, tha se komuna ka kapacitete të mjaftueshme për të ndihmuar familjet e prekura. Neve më mbom shpresa që faktisht kanë ndonë temperaturat dhe kemi sasi të borës, si kur peshër një tendencë të stabilizimit të Sitnicës që është rreziku i fundit për lumeve. Para 2 ditë kishëm rrezikun e lumit Lusht dhe Niber, sot Sitnica, po besoj që depërtimin e pak shtëpi dhe niveli i domeve të shkaktuara besoj që është më i vogël se sa rreziku potencial që ka qenë nga të vështirë. Ky është banori i fundit që po evakuohet nga zjarfikësit e Kosovës në lagjen Dy Korriku në Mitrovic, teksa lumi Sitnica ka dalë nga shtrati duke përmbytur disa shtëpi. Më vonë ndihmë kërkuan edhe disa banorë në fshatrat Lisic dhe Këshiq. E pavarësisht rrezikut potencial, një prej sfidave që zjarfikësit hasën në teren gjatë ditës ishte që t'i bindnin banorët që t'i lëshonin shtëpitë e tyre të përmbytura nga Sitnica.